Besimtari është pasqyrë e besimtarit. Njësia e cila mbart në vetvete ndarjen e sekreteve, solidaritetin, sakrificën dhe besnikërinë, nxjerr në pa edhe identitetin e qëndrimin e personit. Pejgamberi alayhis salam duke urdhëruar në këtë formë, tha: shpirtat janë bashkësitë të cilat janë bashkuar e janë afruar me njëri tjetrin, ndër ata shpirtat të cilët përputhen me njëri tjetrin afrohen, ndërsa ata që nuk përputhen nuk mund të mirëkuptohen dhe ndahen. I përngjason shpirtat me një bashkësi dhe tërheq vëmendjen në faktin që ata të cilët njihen dhe janë në përputhje me njëri tjetrin afrohen, ndërsa ata të cilët nuk njihen me njëri tjetrin largohen nga njëri tjetri. Përveç kësaj, pejgamberi alayhis salam ndërkohë kur urdhëron, besimtari është pasqyrë e besimtarit. Tërheq vëmendjen në faktin se besimtarët në përgjithësi dhe miq në veçanti ngjasojnë me njëri tjetrin dhe se shohin veten e tyre tek njëri tjetri. Si rrjedhoi aforizma që nxjerr në pa eksperjenca në formë "më thuaj shokun të të them se kush je", thekson se ngjasimi mes tyre i miqve dhe shokëve është i pashmangshëm. Nga ana tjetër, hadithi i pejgamberit alayhis salam në formën "personi është mbi fenë e mikut të tij" aludon mbi identitetin fetar dhe kulturor. Miqësitë e besimtarëve thuren e ndërtohen për Allahun me ata që frikësohen prej Allahut, sepse miku i vërtet është Allah.